Edhe në këtë 8 prill, dita ndërkombëtare e romëve e gjen komunitetin rom në Fier jo të mirë integruar në shoqërinë shqiptare, me sfida që duhen kapërcyer si arsimimi, strehimi, punësimi dhe përkrahja e tyre sociale. I pranishëm në takimin e zhvilluar sot me fokus rritjen e ndërgjegjësimit mbi sfidat dhe mundësitë e tyre për fuqizimin e tyre ekonomike e social, Bledar Taho, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri, ka pohuar se një ndër sfidat më të mëdha me të cilat po përballet komuniteti rom është emigrimi. Ndërkohë, ligji për pakicat kombëtare miratuar në 2017 ka patur përmirësime të vazhdueshme në dhjetor të vitit 2024 me 3 akte të tjera në ligjore. Ndaj mund të themi që deri më sot ka qenë i pazbatueshëm, ka thënë Taho. Komuniteti rom përballet me vështirësi të caktuara që kanë të bëjnë me pjesën e integrimit në shoqëri, me pjesë të edukimit, pra ka vështirësi të caktuara në frekuentimet e klasave në të gjitha nivelet, pra nivelin elementar të edukimit, në nivelet të mesme dhe në nivelin e lartë. Gjithashtu ka problematika të caktuara për sa i përket punësimit. Në fjalë, ashtu siç është gjithë shoqëria shqiptare, siç dihet, edhe minoriteti rom e ka prekur një masë e madhe e emigrimit dhe kjo ka detyruar që për arsye ekonomike shumë anëtar të minoritetit rom këtu në Fier e kanë lënë vendin e tyre dhe janë drejtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, her pas here duke kërkuar dhe azil në vende të ndryshme. Por ka dhe anëtar të tjerë të cilët janë përpjekur që me këto iniciativa të ndryshme dhe programet që ofrohen për përfshirjen sociale të minoritetit rom dhe qendrat e formimit profesional, zyra e punës, me qëllim që ata të përfshihen dhe të kenë mundësi që të krijojnë atë jetesën e tyre në qytetin e Fierit. Anisa Yzeira, përfaqësuese e drejtorisë rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Fier, ka theksuar se vetëm për vitin 2024 janë regjistruar 400 kërkesa nga komuniteti rom, ku 42 prej tyre janë punësuar. Ne si drejtori rajonale e Agjencisë Kombëtare të Punësimit në databazën tonë kemi rreth 400 veta të regjistruar dhe gjatë 2024 kemi arritur të punësojmë rreth 42 veta, ku fokusi kryesor kanë qenë me programet e nxitjes punësimit. Gjatë vitit në vazhdimsi në bazë të treguesve të ardhur dhe nga drejtoria kryesore do vazhdojmë që të mbështesim këtë kategori me shërbimet tona përkatëse, gjithashtu edhe me punësimin e tyre. Panajot Alushi, aktivist i cili ka fituar një çështje me policinë në Strasburg, i ka kërkuar politikës më shumë mbështetje për këtë komunitet. Prindërve rom të mos neglizhojnë arsimimin e fëmijëve dhe të eliminojnë edhe martesat e hershme. Të çojnë fëmijët në shkollë, të arsimojnë që mos braktisin shkollën dhe mos bëjnë martesat e hershme, do doja dhe bashkëpunimin e institucioneve lokale apo qendrore, apo partive politike, që mos të diskriminohet ky komunitet, siç janë bërë popullsia tjetër të bëjnë edhe tek ta infrastruktura rrugore, apo rikonstruksioni banesave, çop problematika të tjera, apo në qendra shëndetësore të ketë infermier. Por ta marrësh si shembull, Drizën nuk ka infermier, nuk ka mjek familje tek ne. S'kemi ku të drejtohemi. Qoftë në Baldës, të gjithë ku ka, dhe në Leva nuk kanë infermier. Kjo ne ndjejmë shumë mungesën. Shtetit vejdor, qoftë në shëndetësi, të pajisen gjithë qendra shëndetësore me mjek. Një tjetër problematik madhore në këto 8 prill është cilësuar edhe diskriminimi i shtuar i këtij komuniteti kryesisht në rrjetet sociale.